Të nderuara dhe të çmuara autoritete, Mufti i Kosovës Naime Efendi Tërnava, kryeministri i vendit Zotri Kurti, përfaqësues të riasetit, shumë i nderuar Mufti Remzi Apetić me gjithë bashkëpunëtorët, zonja Emilia, nderuar pranishëm. Ofrua më largu Ahmet. Siç dihet, fotografia është një nga format më të fuqishme të dëshmisë historike. Aja dokumenton realitetin në mënyrë të drejtë për drejtë, autentik dhe të pakontestueshëm. Për dallim nga burimet gojore ose tekstuale që shpesh interpretohen ndryshe, fotografia ruan momentin historik, ashtu siç ka ndodhur, duke u shndruar në një provë të qëndrueshme për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Përveç informacionit historik, fotografia është një mjet i fuqishëm për ndërtimin e kujtesës kolektive, për ndërgjegjësimin shoqëror dhe për ballafaqimin me të vërtetën historike. Në këtë frymë dhe në bashkëpunim të ngushtë me riasetin e Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës, kemi përgatitur ekspozitën Kujtesa në fotografi, xhamitë e shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë gjatë viteve të 90-ta. Kjo ekspozit dokumenton në mënyrë të qartë dhe autentike shkatrimin sistematik të xhamive gjatë luftës dhe përfaqëson një akt të rëndësishëm në kujtesën historike dhe reflektimin shoqëror. Fotografitë e paraqitura dëshmojnë dhunën e organizuar dhe sakralocidin e ushtruar mbi monumentet e trashëgimisë islame, si pjesë e një projekti të gjerë politik dhe ushtarak serb, që synon të krijimin e një realiteti të ri etnik dhe kulturor. Të nderuar pjesëmarrës, në ekspozitën e sotme, do të shikoni këto fotografi. Nuk shohem vetëm muret e djegura dhe të rënuara. Ne shohem historinë e një populli, dhimbjen e një komuniteti dhe boshllukun që lan pas shkatrimit identitetit kulturor. Çdo imazh është dëshmi e një të kaluare të dhimbshme, por edhe thirrje për të mos harruar, për të reflektuar dhe për të ruajtur atë që mbetet nga trashëgimia jonë. Fotografitë tregojnë xhami dhe monumente historike të shkatruara, të sulmuara dhe të plaçkitura. Çdo mur i rënuar, çdo xhami e djegur, flet për histori të ndërprera, për fëmijë që humbën shkollën, për imam që u masakruan dhe për komunitete që mbetën të heshtura. Poshtuesi nuk synon të vetëm pronën dhe jetën, por edhe memorien, kulturën dhe identitetin e një kombi. Kjo ekspozit nuk është thjesht një kujtesë e së kalurës. Ajo është një akt i fuqishëm i drejtësisë historike. I jep zë që heshtën me dhunë, ruan kujtimin e atyre që u flijuan dhe na obligon që të gjithë të mos lejojmë harresën. Edhe sot agresori nuk ka marrë dënimin e merituar, ndërsa politika zyrtare e Serbisë vazhdon ta relativizoj dhe mohoj krimet e regjimit të Miloševićit dhe Mladićit. Serbia nuk ka shprehur pendes morale politike dhe nuk është distancuar nga ideologjia që i kanë prodhuar ato krime. Në këtë kuadër, ekspozita merr një domethënie të veçantë si një akt i kujtesës historike dhe rezistencës ndaj harresës dhe falsifikimit të së vërtetës. Ajo riafirmon faktet historike dhe vujtjet reale të popullit shqiptar dhe bosnjak, duke i sjellë ato para syve tanë në mënyrë të qartë dhe të pakontestueshme. Të nderuar zonja dhe zotri, në përfundim dua të theksoj se kjo ekspozit nuk do të ishte e mundur pa punën e palosshme dhe angazhimin e dy ekipeve tona në Prishtinë dhe Sarajevo, të cilat kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme për realizimin e këtij projektit me dinjitet dhe profesionalizëm. Ju ftoj të shikoni, të ndini dhe të dëgjoni atë që këto fotografi kanë për të thonë. Ruajtja e kujtesës kolektive është detyrë të gjithëve për të mësuar, për të reflektuar dhe për të vepruar.
Le të dëgjojmë dhe le të kujtojmë historinë, që fjalët nuk mund t'i shprehin, sepse këto fotografi flasin për të vërtetën, dhimbjen dhe qëndresën e popujve tanë, dhe kjo është përgjegjësia jona morale dhe historike. Ju falenderit.